falni për emocionet. Të nderuar, të filluar, ish mësues, kolegë dhe miq të kësaj shkolle. Mirë se erdhët në këtë ditë të veçantë. Unë bashkon një rrugtim i gjatë, i mbushur plot me përkushtim, dije, sakrifica dhe kujtime. Ju falenderoj të gjithëve për praninë tuaj dhe kontributin që keni dhënë për vite me radhë. Duke shpresuar që kjo ditë të jetë e veçantë për të gjithë ne, kam nderin të ftoj drejtoreshën e shkollës, zonjën Bes Plumbin. E nderuar drejtore e zyrës vendore arsimore, zonja Vërsilda Kadia. Të nderuar ish drejtues dhe ish mësues të shkollës sonë. Të nderuar ish nxënës që sot përfaqësoni me dinjitet profesionet tuaja. Të respektuar përfaqësues të biznesit që keni mbështetur këtë aktivitet. Të dashur kolegë, nxënës dhe prindër, mirë se keni ardhur. Është nder dhe emocion i veçantë për mua, si drejtoreshe shkollës Sejt Santagani, të hap sot aktivitetin solemn të 80 vjetorit të themelimit të shkollës sonë. Sot nuk festojmë vetëm një përvjetor. Ne festojmë 80 vite dije, sakrificë, përkushtimi dhe dashurie për arsimin. 8 dekada, histori që nisen me hapa të vegjël, me dëshirën e madhe për t'i mësuar fëmijët të lexojnë e të shkruajnë, dhe që sot vazhdojnë me një vizion modern, me përkushtim ndaj cilësisë dhe formimit qytetar të denjë. Kjo shkollë është më shumë se një institucion. Është kujtesë, është rrënjë, është identitet. Në bankat e saj janë formuar breza të tërë nxënësish, të cilët sot janë mjek, mësues, inxhinier, ekonomist, sipërmarrës, sportist dhe profesionist të suksesshëm, që kontribuojnë në shoqëri. Prania juaj sot është dëshmia më e bukur e punës së bërë ndër vite. Një falënderim të veçantë shkon për ish mësuesit dhe drejtuesit, të cilët me përkushtimin e tyre ndërtuan themelet e forta të kësaj shkolle. Fal jush, sot kemi një histori për të cilën krenohemi. Mirënjohje edhe për institucionet tona arsimore vendore, për mbështetjen dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm, si dhe për bizneset që kontribuan për realizimin e këtij aktiviteti. Mbështetja juaj tregon se shkolla mbetet zemra e komunitetit. Të dashur nxënës, ju jeni vazhdimësia e kësaj historie. Në duart tuaja është ardhmja e kësaj shkolle dhe e vendit tonë. Le ta mbajmë gjallë traditën e punës, disiplinën dhe respektin për dijen. Sot, le të kujtojmë me mirënjohje të shkuaren, të festojmë të tashmen dhe të projektojmë me besim të ardhmen. Gëzuar 80 vjetorin në shkollës sonë, uroj që kjo vatër dije të vazhdojë të ndriçojë mendje dhe zemra dhe për shumë dekada të tjera. Bravo. Momenti të japim fjalën drejtores së zyrës vendore arsimore, zonjës Brisela Kadia. Të nderuar mësues dhe ish mësues, të dashur nxënës dhe ish nxënës, shumë të respektuar prindër, përfaqësues të pushtetit vendor dhe miq të shkollës. Është shumë kënaqësi të jemi sot gjithë bashkë në këtë moment shumë të rëndësishëm të 80 vjetorit të shkollës Sejt Santagani. Janë 8 dekada dije, përkushtim, sakrificë, po edhe suksese. 8 dekada ku kjo shkollë ka qenë vatër drite për breza të tërë. Në këto 80 vite, kjo shkollë nuk ka qenë thjesht një godinë, por një institucion që ka formuar karaktere, ka mbjellë ëndra dhe ka ndërtuar qytetar të denjë për shoqërinë tonë. Në bankat e saj janë ulur fëmijë që sot janë profesionistë, prindër, kontribues në komunitet, në shoqërinë shqiptare, po edhe jo vetëm në shoqërinë shqiptare, po edhe më gjërë. Me respekt të veçantë, përulemi sot përpara figurës së mësuesit. Ati misionarit të heshtur që ka punuar me përkushtim në kushte
jo gjithmonë të lehta, por gjithmonë me besim se arsimi është rruga e vetme drejt zhvillimit. Fal tyre, kjo shkollë ka mbetur e fortë në kohë, duke u përshtatur me sfidat dhe duke ecur përpara. Sot, si drejtoreshe e zyrës vendore të arsimit Shkodër, ndjej krenari, është pak për të thënë, që këtë institucion, i cili më së miri përfaqëson traditën dhe vazhdimsinë e arsimit shkodran dhe shqiptar, të kremtojmë të gjithë së bashku 80 vite histori, por janë edhe 80 vite që na japin përgjegjësi të gjithëve bashkë për të ardhmen. Le të jetë ky përvjetor një moment reflektimi për rrugtimin e bërë, por edhe një piknisje për projektet e reja, për cilësi më të lartë në mësimdhënie, por edhe një bashkëpunim më të fortë mes shkollës, familjes dhe komunitetit. Të dashur nxënës, ju jeni vazhdimësia e kësaj historie. Në duart tuaja është kapitulli i radhës së kësaj shkolle. Mbani me krenari emrin e saj dhe ndërtoni të ardhmen me dije, ndershmëri dhe dashuri për vendin tuaj. Në emër të Zyrës Vendore Arsimore Shkodër, shpreh mirënjohjen dhe urimet më të përzemërta për të 10 vjetorin e shkollës Sejt Cantagani. Uroj që kjo vatër dije të vazhdojë të ndriçojë edhe për shumë dekada të tjera. Gëzuar të 10 vjetorin. Çdo institucion që ka 80 vite jetë, mban me vete një histori të jashtëzakonshme, kujtimesh, sfidash dhe arritjesh. Historiku i shkollës sonë nuk është vetëm një rrëfim datash, por është një mozaik emocionesh, vlerash të kultivuara ndër vite. Të ndjekim historikun e shkollës Sejt Cantagani. Historiku i shkollës 9 vjeçare, Sejt Cantagani në Trush. Fshati Trush, pjesë e qarkut Shkodër, me një popullsi prej afro 4.000 banorësh, është një ndër fshatrat më të mëdhenj të këtij qarku. Gjatë shekujve banorët janë marrë me bujqësi dhe blegtori. Pas viteve 90 pati emigrim të madh, por lidhja e banorëve me fshatin ka mbetur e fortë. Shkolla e Trushit ka qenë dhe mbetet një nga institucionet më të rëndësishme të fshatit, me rol të madh në arsimimin dhe formimin e brezave. Në kushte modeste, në shtëpitë e fshatit, në kullat e thjeshta u hodhën themelet e para të një tradite të lavditshme arsimore, ku gra dhe burra mësonin shkrim dhe lexim. Në vitin 1946, në zemër të fshatit Trush, lindi një vatër e dijes, hapja e shkollës së parë, shënoi fillimin e një epoke të re për komunitetin, duke ndezur dritën e arsimit në mendjen dhe zemrat e brezave të rinj. Nga bankat e kësaj shkolle kanë dalë mësues, mjek, infermier, farmacist, stomatolog, ekonomist, juriste, sportist, që po ecin me sukses në profesionet e tyre. Një ndër to është edhe Mark Patani, mësues dhe drejtues i nderuar në qarkun e Shkodrës. Në zemër të oborit të shkollës qëndron madhështor një qinar, afro 200 vjeçar, dëshmitar i heshtur i kohës dhe i kujtimeve të panumërta. Në hijen e tij janë rritur breza të tërë nxënësish, janë ndarë ëndra, janë fituar dije dhe janë mbjellë shpresa për të ardhmen. Ky qinar nuk është thjesht një pemë e vjetër, por një simbol i qëndrueshmërisë, i traditës dhe i lidhjes së pandashme mes së kaluarës dhe së tashmes në shkollën tonë. Degët e tij përqafojnë qiellin, ndërsa rrënjët mbajnë gjallë historinë, duke na kujtuar se çdo hap drejt së ardhmes nis nga kujtimet që ruajnë. Pas disa vitesh, për arsye të rritjes së numrit të nxënësve dhe pamjaftueshmërisë së klasave, u ndërtua dhe një ndërtesë tjetër, një katëshe brenda oborrit të shkollës. Për dekada me radhë, këto ndërtesa shërbyen si tempuj të dijes. Në vitin 2000, shkollat ishin pjesë e rikonstruksionit,
Në godinat 1-4 të shkollës sonë, mësimi vijoi për vite me radhë me të njëjtin pasion, përkushtim dhe dashuri për dijen, deri në vitin 2006. Atëherë, një fatkeqësi e papritur, një zjarr aksidental, vuri në provë qëndrueshmërinë dhe forcën shpirtërore të këtij institucioni arsimor. Edhe përballë vështirësive, procesi mësimor nuk u ndërpre. Ai vazhdoi me 4 ture, i mbështetur nga vullneti i palëkundur i nxënësve, mësuesve dhe komunitetit shkollor. Fal mbështetjes së institucioneve dhe forcës së komunitetit, në vitin 2009 u ngrit një godinë moderne 4-katëshe, e pajisur me standarde bashkëkohore, duke i dhënë shkollës një pamje dhe dinjitet të ri, duke shënuar kështu një kapitull të rëndësishëm në historinë dhe rrugtimin e saj drejt së ardhmes. Në vitin 2012, institucioni mori emrin Shkolla 9 vjeçare Sejid Can Tagani. Në periudhën 2009-2010 deri 2016-2017, shkolla u shndërrua edhe në qendër të arsimit të mesëm të bashkuar me drejtim agrobiznes për 8 vite, duke nxjerrë 5 matura profesionale, duke zgjeruar misionin e saj dhe duke u bërë pikë referimi për zhvillimin profesional të rinjve të zonës. Sot shkolla ka rreth 254 nxënës, nga klasa e parë deri në klasën e 9, si dhe 60 fëmijë të kopshtit. Ajo mbetet një vatë të rendritur e dijes, edukimit dhe qytetarisë, ku formohen jo vetëm nxënës të mirë, por edhe qytetar të përgjegjshëm dhe njerëz me vlera. Shkolla është pjesë e projekteve Shkolla Qendër Komunitare, Art, Zeje e Sport. Në këtë rrugtim 80 vjeçar, shkolla është udhëhequr nga drejtues vizionar e mësues të përkushtuar dhe shumë profesionistë kanë dalë nga bankat e shkollës që i shërbejnë sot shoqërisë dhe komunitetit. Njac Paci, Elias Kraja, Qes Koçobashi, Teuta Boriçi, Faruk Doraci, Haxhi Kasemi, Lutfi Behri, Anila Kalo dhe Abdyla Abdyli. Kontributi tyre i çmuar ka ndërtuar themelet e traditës, cilësisë dhe prestigjit që kjo shkollë gëzon sot. Kjo histori nuk është thjesht kronik vitesh e ndërtesash, është historia e njerëzve, e mësuesve të përkushtuar, e nxënësve ëndrrimtar dhe një komuniteti që besoi gjithmonë se dia është rruga më e sigurt drejt së ardhmes. Është momenti të lëmë vendin programit artistik të realizuar nga nxënësit e shkollës sonë. Dashuri
jeni me ne gjithë ditën, kjo mende e vorfën, kjo zemër shkon. E sa të kem shpirtin, sa të shofim dritën, dashnin e nderën gjas na pakon. Një bim e vogël lanën shkreti, e pa mirë rritet, pa fuqit vet. Po mel mu, dora e buj kodri, sa lullet bukra e shumë ja qet. Na jemi të vorfën, si me pagu këtë farë kujdesi gjithë këtë razim? Po kemi i zemër, ani, këtë ju o mjeshtra dashën ju falim shim. Ju të cindër knime, ju t'i gjez doni, këtë nërë për të mira ju e lypni peshesh. E na, mas knimesh, mas punës shëmsoni, do të shkojmë si zemra, ju do prinesh. S'ka në botë më të mirë, se sa ti moj në naime, sa e dashur, sa e lirë, sa punëtore dhe sa trime. E me qore je drejt, dhe nga goja nxjerr veç mjall, kënga jote rrill nga zemra, sytë tu çvështrim të qartë. Kënga jote rrill nga zemra, sytë tu çvështrim të qartë. Ti e dhe duhet t'i gjërë, ras me ndjenja në rime, dashurinë për ratet, mare njësë në najë. Ti e dhe duhet t'i gjërë, ras me ndjenja në rime, dashurinë për ratet, mare njësë në najë. Dashurinë për atë unë do të shtrejt, mas kalit e thellë në zemër, se je nëna e vërtet. Oj të dua si vetjetën, kur të shoh ty të gëzuar, kur këndoj për ty moj nëna, për gjithë nënat kam kënduar. Kur këndoj për ty moj nëna, për gjithë nënat kam kënduar. Ti e dhe duhet t'i gjërë, ras me ndjenja në rime, dashurinë për ratet, mare njësë në najë. Ti e dhe duhet t'i gjërë, ras me ndjenja në rime, dashurinë për ratet, mare njësë në najë. Mare njësë në najime. Ty jesh një mësues, je njeri i rallë, magji, fëmijërie dhe rritën djenë mall. E të vjen nërmen, vetë klasa parë, rrugtim i jetës për vazhdim të mbarë. Një portret mësuesi ka çdo kush në zemër, dhe nga pas të jetë mera të imër. Një mësues është qelësi, vetën të zbulosh, frymëzim i parë me hap pas t'i shkosh. Vargje, kush më shumë i ka merituar, si një prind i dytë, figurë nderuar. s'di, ti reshtoj fjalët si kam dëshirë, një tuf me lule kam përgatit, mësuese dashur për këtë ditë.
shenjë dashni, dy fjalë nga zemra urin t'i gjoj, faleminderit mësuesja jon, në zemra tona do jesh gjithmonë. Faleminderit mësuesja jon, në zemra tona do jesh gjithmonë. Që nuk shuhet. Sot, shkolla jon feston 80 vjetorin e saj. Një përvjetor shumë i veçantë që mbart histori, kujtime dhe ëndra të shumta. Për dekada me radhë, kjo shkollë ka qenë vendi ku janë hedhur hapat e përdrejtijes për mirë nxënës, ku janë formuar mendje dhe janë edukuar zemra. Sot, para jush, nuk qëndroj vetëm unë. Qëndroj 80 vite histori, 80 vite ëndra që nuk u dorëzuan, 80 vite dije që u mbollën në mendje dhe zemrat e brezave. Kur hym çdo mëngjes në oborrin e shkollës, shikojmë qinarin 100 vjeçar dhe ndjejmë një histori të gjallë që na rrethon. Në këtë oborr dhe te ky qinar janë mbledhur nxënës të brezave të ndryshëm, të cilët sot janë agronom, mësues, inxhinier, farmacist, të cilët tashmë gjyshra prindër sjellin fëmijët e tyre në të njëjtën shkollë. Kjo na bën të ndjehemi krenar që jemi pjesë e kësaj tradite. Pikërisht në këtë oborr janë dëgjuar zëra nxënës që kanë qeshur, kanë mësuar, janë rrëzuar dhe janë ngritur sërish më të fortë. Çdo brez ka lënë gjurmën e vet. Dhe sot, ne ecim mbi gjurmët e atyre që kanë kaluar këtu, duke ndjerë përgjegjësinë për ta çuar përpara këtë trashëgimi të çmuar.
Kjo shkollë ka dëgjuar hapat e parë të fëmijëve. Ka parë duar që dridheshin mbi fletë të bardha. Ka ruajtur heshtjen e përqendrimit dhe gëzimin e një suksesi të vogël, që për nxënësit ishte një fitore e madhe. Këto mure flasin me zërat e atyre që kanë kaluar këtu, me fjalët e mësuesve që nuk u lodhën kurrë së besuari. Çdo bank mban një emër, çdo klas një histori, çdo vit një kujtim që rritet me kohën. Një rol shumë të rëndësishëm në këto 80 vite kanë pasur mësuesit tanë. Ata ishin dhe janë drita që na ndriçojnë rrugën drejt së ardhmes. Nuk na dhanë vetëm dije, por ndezën tek të gjithë brezat, dritën e guximit, dritën e shpresës. Ata besojnë tek ne edhe kur neve dyshojmë dhe na japin forcë. Na mësojnë të mos kemi frikë nga gabimet, të mos dorëzohemi para vështirësive dhe të besojmë se secili prej nesh ka vlerë. Janë për kushtim dhe dashuri, për dijen dhe për njeriun. Si nxënëse e klasës së 8, ndjehem e vogël përballë kësaj historie të madhe, por edhe krenarët që janë pjesë e saj. Unë jam një zë i sotëm, një ëndër e re, një vazhdim i rrugës që ka nisur 80 vite më përpara. Vite të cilat nuk janë thjesht kohë. Janë dëshmi e një shkolle që ka ditur të qëndrojë fort dhe të ndriçojë rrugën e brezave. Ne, nxënësit e sotëm, jemi ardhmë që përformojnë në këto klasa. Ne, jemi dëshmia se kjo shkollë jeton, rritet dhe nuk ndalet. Le të vazhdoj kjo dritë dhe të mos fiket kurrë. Dhe ky përvjetor të jetë një premtim se drita e dijes do vazhdoj të ndriçojë, se kjo shkollë do mbet gjithmonë vatër e diturisë, shpresës dhe dashurisë. Gëzuar 80 vjetorin shkolla jonë e dashur. Shetiton malen koldër, tur prek lulet, gjithë me dorë, veç një kopsht ma bukën shkodër, për të gjeta lule borë. Je vogël, por e plot, ty t'kërkoj unë taj sa mot, taj sa mot unë ty t'kërkoj, dhe të jetën ta qonë. Eja, lule borë, se me ty do
respekt dhe mirënjohje të veçantë, jap fjalën ish mësuesit, ish drejtorit të kësaj shkolle, që për vite me radhë kontribui për arsimimin dhe edukimin e brezit të ri, Zotin Abdul Abduli. Të nderuar mësues dhe drejtues të arsimit, të respektuar prindër dhe dashamirës të shkollës tonë, të dashur nxënës. Sot jam i gëzuar dhe i emocionuar që më jepet mundësia të them pak fjalë për 80 vjetorin e hapjes së shkollës në Trush. Shkolla jonë boni një rrugtim të gjatë, të mbushur me ngjarje, me mbresa, edhe me sfida, kujtime dhe arritje të cilat kanë lënë gjurmë të veta tek brezat që u shkollun këtu. Shkolla e parë që u hap në Trush ishte thjesht një shtëpi, një kull. Ajo shpejt u bë një vatër e dijeve dhe e formimit qytetar për fëmijët. Ajo u bë një vend ku fëmijët thurnin ëndrat e tyre për të mësuar e për të bërë dobishëm për familjet e veta dhe komunitetin. Për të bërë të aftë për qafu profesione ku mendonin se ata do të bëheshin më të mirët. Shumë prej tyre që i njohim të gjithë ne, mbaruan universitetet, anë mban vendit dhe u bën profesionist duke kontribuar sot me dinjitet në shoqëri. Një komponent shumë i rëndësishëm në rrugtimin e historisë së shkollës kanë qenë mësuesit. Ata meritojnë një mirënjohje të thellë së bashku me drejtuesit e parë kësaj shkolle, sepse ishin pika referimi të rëndësishme ku merrte fill edukimi adhëtar i fëmijëve. Në shumë prej këtyre 8 dekadave, siç më është pohuar dhe me opinion nga mësues më të vjetër, dhe në 4 dekadat që unë punova këtu, shkolla e Trushit ka pas në vijimsi mësuesit nga më të mirët e rrethit Shkodrës. Ndoshta disa prej tyre nuk janë sot, por ata me kujtimet që kanë lënë do të jetojnë gjithmonë në mendjet dhe zemrat e banorëve të Trushit, edhe të mësuesve që jetojnë me to. Ato bën punë me përkushtim duke lënë gjurmë të thella në zemrat dhe mendjet e fëmijëve, lënë kujtime e mbresa pafund duke fituar respektin e fëmijëve e të familjarëve në Trush. Një rol me rëndësi në mbërvajtjen e punës në shkollë luajti edhe komuniteti i prindërve, i cili për gjatë 80 viteve, megjithëse me probleme dhe vështirësi, u krijoi mësuesve ambiente të ngrohta pune që fëmijët të mësonin me dëshirë e të fitonin ditori pa rreshtur, që ishin aq nevojshme për jetën dhe zhvillimin. Në vitet ku punova në shkollën e Trushit, shkolla jonë arriti në një shifër diku të afër 700 nxënës, me 33 mësues dhe me nga 3 paralele për çdo klasë. Pra, për një shkollë fshati ishte shkollë goxha e madhe. Thuaj se asnjëherë ne nuk patëm probleme, por vetëm punë dhe arritje. Ne kaluam sfida, siç ju i dini, vitet 90, vitet 97, dhe të kesh në borën e shkollës 500-600 fëmijë, ishim në ambiente të parrëthume. Imagjinoni se unë personalisht sa herë që shkoshe në shtëpi, thoshe çdo ditë, shqyr që sot nuk më modhi asgjë. Pra kanë kenë kushte shumë të vështira. Një moment i rëndësishëm për të thënë, në këtë vit jubilar të shkollës është edhe hapja e shkollës së mesme profesionale të Trushit. Këtu ne përcollëm disa matura shtetënore dhe morën diftes pikurie mbi 100 djemë e vajza të këtij fshati. Në këtë rrugtim plot arritje, sot kujtojmë me krenari të kaluar në shkollës tonë. Por po jetojmë edhe të tashmen. Ne si mësues të larguar vazhdojmë
jetën në pension, kurse mësuesit vazhdojnë punën me devotshmëri, me përgjegjësi dhe do ta shikojnë të ardhmen më me shpresë për brezat që po mësojnë. Le të vazhdojnë shkolla 9-vjeçare Sejt Cantagani në Trush të jetë një vatër e dijes, një vend i respektit e i ëndrave të fëmijëve që ata mendojnë t'i kthejnë në realitet. Gëzuar të 10 vjetorin, uroj që vitet që do të vinë të jenë edhe më të ndritshme, të keni suksese të tjera edhe më të mëdha, dhe me breza që do të mbajnë lart emrin e kësaj shkolle. Falenderoj në mënyrë të veçantë kolektivin e mësuesve, drejtuesen e shkollës, ish-nxënësen time, për organizimin e mrekullueshëm të kësaj feste jubilare për 80 vjetorin e shkollës 9-vjeçare Sejt Cantagani. Ju falenderoj shumë. Tani është momenti të ndjekim video mesazhe nga ish kolegët tanë, që edhe pse jetojnë jashtë kufive gjeografik, mbetën gjithmonë pjesë e kësaj familje të madhe. Përshëndetje të dashur kolegë, prindër dhe nxënës. Sot ndihem shumë e lumtur, po nga ana tjetër shumë e emocionuar, sepse dhe unë po bëjmë pjesë e këtij eventi që ka organizuar shkolla Sejt Cantagani, rastin e 80 vjetorit të krijimit të kësaj shkolle. Të kësaj shkolle, unë dhash kontributin tim për 16 vite, dhe them me zemër që ishin 16 vitet më të bukura të jetës sime. Sot, dua të shpreh falenderimet më të përzemërta për stafin e mrekullueshëm të shkollës Sejt Cantagani. Faleminderit për kontributin dhe sakrificën që bëni çdo ditë në edukimin e brezave në vazhdimsi. Ju uroj ta kaloni sa më bukur këtë 80 vjetor, dalë shifaqe bardh, ashtu siç keni dalur gjithmonë. Më mungoni, ju kut nga Amerika e Largët me mall tjenta. Të nderuar kolegë dhe miq, edhe pse aktualisht jam larg Shqipërisë, zemra jeme është gjithmonë me ju. Kam pas privilegjin që të jem mësuese në këtë shkollë për rreth gati 12 vite. Këto kanë qenë vitet e një udhëtimi të mrekullueshëm, plot përvoja dhe kujtime të çmuara, por sidomos edhe plot sfida të paharrueshme. Ky përvjetoi të 10 i shkollës së Trushit është një testament i një historie të pasur, një angazhimi dhe përkushtimi të jashtëzakonshëm nga ana e mësuesave. Uroj që shkolla të vazhdojë të lulëzojë, të frymëzojë brezat e ardhshëm dhe të mbetet një qendër e shpresës dhe e dijes. Përgëzoj të mësuesat që kanë bërë të mund organizimin e këtij eventi, uroj të gjithë mësuesit pjesëmarrës në këtë eveniment gëzuar 7 marsin, për një urim e veçantë shkon për ish drejtorin tim Abdyl Abdili. Quhem Shpresa Rroji, arsimtare ton jetën, pjesën më të madhe në fund që dola dhe në pension e kam bërë në Trush. Trushi për mua është një fshat që nuk krahasohet me asnjë tjetër. E kena kalu kaq mirë, kolektivi i mirë, fshati i mirë, na kanë dashur prindërit dhe fëmijëve, por edhe fëmijët na i kena dashur shumë. I kena dashur, na kanë respektuar. Ju falenderoj shumë për këtë kujtesë tuaj. Më sa vitesh, Përshëndetje, Suar Marianita Pepa, ju përshëndes nga qyteti i bukur Treviso në Itali. U bën shumë vite në emigracion, e me gjitha të vitet më të bukura mbesin ato që unë jetova në qytetin e Shkodrës. Falenderoj mikën time të moshë dhe ish kolegen e punës Melida Dibra për ftesën që më bëri të jem pjesë e kësaj feste të bukur, 80 vjetorin e shkollës 8 vjeçare Trush. Kujtoj me madh ish koleget e mia të punës dhe momentet shumë të bukura dhe shumë të vështira që kaluam bashkë. Të dashur koleg, nxënës dhe prindër të nderuar. Me rastin e 7 marsit, ditës së mësuesit, dua t'ju dërgoj përqafimin tim më të ngrohtë dhe urimet më të sinqerta nga Kanadaja e Largët. Edhe pse sot jetoj dhe punoj në një realitet tjetër, zemra ime shpesh herë kthehet në kohë, në vitet e bukura ku shërbeja si mësuese në shkollën 8 vjeçare në Trush.
Ato vite nuk ishin thjesht një periull pune, por një mision i shenjtë, një rrugtim i mbushur me sfida, përkushtim dhe mbi të gjitha me dashuri për nxënësit. Çdo mëngjes kur hyja në klasë ishte një fillim i ri, një mundësi për të mbjellë dije, për të formuar karaktere dhe për të frymëzuar ëndra. Sytë kureshtar të fëmijëve, buzëqeshjet e tyre të sinqerta dhe përparimet që bënin dita ditës ishte shpërblimi më i madh për mua. Edhe sot kur jap mësim në një vend tjetër, ku gjuha dhe kultura janë të ndryshme, thelbi i mësisë mbetet i njëjtë. Përkushtimi, durimi dhe besimi tek potenciali i çdo fëmije. Përvoja ime e hershme më ka ndihmuar të kuptoj se mësuesi nuk jep vetëm dije, por jep zemër, model dhe shpresë. Ne nuk ndërtojmë vetëm nxënës të mirë, por qytetar të denjë për shoqërinë. 7 marsi është një ditë reflektimi dhe mirënjohje. Është dita ku kujtojmë sakrificat, netët e gjata, duke përgatitur mësime, përpjekjet për të kuptuar dhe ndihmuar çdo nxënës, bashkëpunimi me prindërit dhe përkushtimi i palodhur i stafit pedagogjik. Profesioni ynë kërkon shumë, por i jep edhe shumë. Jep ndjenjen e krenarisë. Kur nxënësit të rriten, të arrin suksese dhe të bëhen njerëz të mirë. Me mall dhe respekt të thellë, dua t'ju falenderoj për punën që vazhdoni të bëni çdo ditë. Ju jeni drita që ndriçon rrugën e brezave të ri. Uroj që përpjekjet tuaja të vlerësohen gjithmonë, që të keni shëndet, forcë dhe energji për të vazhduar këtë mision fisnik. Gëzuar 7 marsin. Qoftë kjo ditë një kujtesë e bukur e rëndësisë së mësuesit në jetën e çdo njeriut. Përshëndetje gjithëve, është kënaqësi për mua që të jem pjesë e festës suaj edhe pse jo fizikisht. Me shumë emocion dhe mirënjohje, ju përshëndes me rastin e 80 vjetorit të shkollës së Trushit. Kjo ka qenë shkolla ku unë kam hedhur hapat e parë të karrierës time si mësuese, ku mësova, po ashtu sa mësova dhe tjerë, ku ndava sfida, emocione, suksese dhe kujtime që detyrohej gjithmonë. Kam pasur fatin të punoj me mësues dhe nxënës të përkushtuar dhe jam shumë mirënjohëse dhe falenderuese për çdo ditë që unë kam kaluar me ta. Shkollës ju uroj suksesa të mëtejshme, uroj që të vazhdoj të forcohet dhe të mbetet gjithmonë një burim dijesh për brezat e arshëm. Me shumë dashuri dhe respekt ju përshëndes nga larg Irina. Mendoj se të gjithë e njihni këngëtarin Klodian Gjunrikaj. Atëherë përshëndetje të gjithëve. Kam nderin dhe kënaqësinë se sot jam i ftuar në 80 vjetorin e shkollës sonë, shkollës së Trushit. Shfrytëzoj rastin që t'i falenderoj të gjithë ato mësues që kontribuan për shkollën tonë, na rritën, na edukuan dhe na dhanë mësim. Kanë pas shumë durim me ne, ju kërkojmë edhe falje. Por hapet e karrierës tonë kanë kënë falë edhe të nu, që për ne janë kënë një prind i dytë dhe na kanë eduku. Faleminderit shumë mësues. Dhe një falenderim shumë i veçantë është për ato mësues që vazhdojnë pret me mund dhe kam një emocion shumë veçantë kur vi me vajzën time Nadje dhe gjej prap ato mësues që na pritën ne dikur ashtu si që njoftëm ditën e parë. Faleminderit shumë dhe për këtë kam përgatit një këngë që quhet Mësuesi i parë. 100 të këngë. Faleminderit. Shkollën time, baj në semër, një mall të madh, në mes nxënësve për sëri, dhe mësuesi im i parë, në urritëm dhe kudo, na qënëson në për atë, fjalë të tua
mësuesi im I parë. Në udhite dhe kudo na qënëson në përate, fjalë të tua shpesh kujtoj, mësuesi parë ti je për ne. S'te harroj mësuesi parë, më mësove ABC-ne, që të bëhem djali parë, dhe me qatë kam prej madhes, të harroj mësuesi parë, më mësove ABC-ne, që të bëhem djali parë, dhe me qatë kam prej madhene. Faleminderit shumë, faleminderit, respekt. Kjo shkollë ka shënjuar mjaft histori suksesi. Një ndër to është edhe zoti Ismet Regja, të cilin e ftoj pranë nesh. Ju përshtes të gjithëve dhe juroj gëzuar të vjetorin e shkollës 8 vjeçar Sejt Santagani. Kam një nostalgji të madhe për shkollë, ku I përkas edhe unë kësaj shkolle. Atëherë falenderoj drejtorin e kësaj shkolle, stafin e mësuesave të mrekullueshëm që na mundësun të marrim pjesë në këtë jubilej të 80 vjetorit të shkollës tonë, të dashur. Këtij tempulli të dijes dhe të edukimit nër breza të komunitetit tonë arsimdashës. Jam I gëzuar shumë që marr pjesë në këtë eveniment shumë të rëndësishëm për ne, ku ishin pjesë e kësaj vatre të dijes dhe të edukimit, kur në këtë shkollë kanë mësuar plejada të tërë brezash, nga ku kanë dalë kuadro dhe specialistë të fushave të ndryshme të jetës, si mjek, infermier, ekonomist, agronom, e shumë të tjerë. Kujtojmë me shumë respekt mësuesit tanë të nderuar që dhanë mësim në këtë shkollë, kujtoj me nostalgji të madhe sakrificat e tyre, kushtet as pak të mira të asaj kohe. Vinin nga qyteti I Shkodrës me bicikleta, disa herë edhe në kam, për të dhënë mësim. Disa prej tyre kanë fjetë edhe në shkollë, për ato brezat që e dinë që mësuesat kanë najtë edhe në shkollë me familjet e tyre, me fjalë. Veç t'i qëndrojnë afër mësimdhënies dhe edukimit. Kam qytur këtë gjithmonë, profesioni I mësuesit është një profesion I nderuar, shumë I nderuar biles. Unë I kam qujt mësuesit gjithmonë heroj, por heroj të heshtur në edukimin e brezave. Edhe unë kam marrë mësimet e mia të para në këtë shkollë, prej 8 vitesh me radhë, nga viti 66-74. Kam mbaruar këtë shkollë me rezultate shumë të mira. Pastaj kam vazhduar shkollën mjekësore dhe më pas studimet e larta. Mas marrimit të shkollës kam punuar në Shlak, në zonat shumë të thella malore, në zonat shumë të thella malore dhe zonën e Temat Lëshumanit, ku kam shërbyer për 4 vite me radhë. Ati komuniteti, kushtet ishin shumë të vështira, pa infrastrukturë, pa pajisjet nevojshme, pune, ashtu ishte koha atëherë. Sakrifica e madhe ishte atëherë për ne. Kam shërbyer në repartet ushtarake 5001 për 6-7 vite, duke ndajë në gatishmëri për të asaj kohe në spitalet e luftës, që ishin dikur për të përgatitur njerëz për të shërbyer atë dheut. Atëherë kujtoj me nostalgji mësuesat që vinin nga Shkodra me bicikletë për me I dhënë mësim dhe dije komunitetit tonë. Kam 3 fëmijë dhe kanë marrë mësimet e parë, ku këta kanë marrë mësimet e parë në këtë shkollë, pastaj janë arsimu dhe kanë
marrë zanatet e tyre. Njëra prej vajzave ka marrë profesionin e nderuar të mësuesës, ku punon në zonën e Lezhës, si mësuese fizike e matematikë, e cila me të cilën ajo me plotësoi dëshirën time që kisha të bëhej mësuese ajo. Njëri prej fëmijëve të mi dhe dy të tjerët me arsim të lartë, djali si infermier i përgjithshëm në Spitalin Rajonal të Shkodrës dhe vajza e vogël ka marrë ekonomi financë. Për të folur për shkollën dhe stafin e mësuesave, tonë duhet shumë kohë. Jemi mësuar shumë, janë mësues shumë të mirë dhe të përkushtuar në punë, të cilët i falenderoj shumë. Falenderoj edhe drejtoreshën e shkollës, zonjën Besa Plumi, për punët shumë të mirë që bën për mirëmbajtjen e punët të shkollës, mirëmbajtjen e ambientit të saj, pastërti dhe rregull, shifet edhe si dhe këndët sportive, falë për kushtimit të saj. Falenderoj stafet e mësuesve të kësaj shkolle. Mesazhi im kam edhe një mesazh për mësuesat. Të punoni sa më shumë për edukimin dhe mësimdhënien sa më cilësore, duke bërë kualifikimet të stafit mësues si kërkesat e kohës. Sepse kërkesat janë në rritje. I bëj thirrje komunitetit familjarëve të ndihmojnë këta mësues, këta heroj të heshtun që të kryejnë sa më mirë detyrat ndaj fëmijëve tanë, që këta të bëhen sa më të vlefshëm për veten e tyre, për familjet dhe shoqërinë ku jetojnë. Me shumë respekt dhe dashuri për këtë shkollë, gëzuar edhe një herë të drejtorin shkolla jonë e dashur. Si përfaqësues i brezit të ri, ftoj zotin Arben Gjonej. E nderuar drejtoreshe e zyrës vendore arsimore Shkodër, po ju them së pari juve dhe jure mirë se ardhin tuaj, pasi jelloni ndjeveten si shtëpinë time sepse jam trushan, vazhdoj të jem dhe do të mbetem gjithmonë trushan. E nderuar drejtoreshe e shkollës së Cantagani Besa Plumi, të nderuar mësues të kësaj shkolle të mrekullueshme, të dashur nxënës, të nderuar ish mësues me vlera shumë të mëdha dhe të pazëvendësueshme, i nderuar drejtori shkollës, profesor Abdyli, se nuk mund të themi mësues, se gjithë jeni profesor jo mësues, të dashur kolegë, të dashur prindër, të dashur familjar që jemi të gjithë si një familje këtu trushan, të gjithëve së bashku dhe secilit në mënyrë të veçantë ju uroj përzemërsisht nga ana ime dhe paqe gjithmonë bekimin e Zotit. Është një ditë shumë e veçantë, nuk kam përgatitur asnjë lloj shkresë, madje as nuk e disha që do të flas 2-3 fjalë, por mendoj që është më e bukur ato fjalë që dalin nga zemra. Janë fjalë më të bukura që mund të thuhen përpara jush. Ndodhet se ka shumë më të mirë se unë jam më i keq i zonës, por më i keq i zgjidhet ndoshta për ta bërë paktën rangun e atyre mesatarëve të mirëve. Ka një emocion jashtëzakonshëm, pavarësisht se kemi emocione, por gëzimi është shumë më i madh se sa emocionet. Mënyra kur mësues Ermila më dërgoi një mesazh në telefon dhe ju betoj në atë moment kanë shkullot. Dhe ju premtoj para Zotit që pak muaj përpara, ndoshta pa digja, më besoni edhe pse kam mesat dhe nipin për syt ballit, s'kam digja për këtë pjesë, kam menduar si s'na mlodhi herë shkolla e Trushit. Të gjithë që kena dalë për këtu, sa kënaqësi do të ishte. Ju po, pas sa kem një parandjen me thënë drejtën kjo mënyra e organizimit dhe bashkimit, dhe shumë emocion i veçantë, sepse kur shikon 80 vite në këtë shkollë, thu sa shumë, por jo, kthehem pak nga vitja ime, prit se kam 46 vite që kam dalë nga kjo shkollë, që kam fillu klasën e parë, kuptohet, por me vjen keq që fizikisht nuk është, por mbetet gjithmonë, edhe pse kanë kalu ka shumë vite, mësuesja e klasës parë, pastaj edhe tjerët më radhë, mësuesja Liria Zajmi, që jam i sigurt që prej qiellit na shoqëron shpirti i saj dhe gjithë atyre mësuesve që nuk janë të pranishëm këtu. Besoni që trupin nuk e man trupi, trupin e man shpirti. Trupi pa shpirt nuk ka jetë. Shpirti ja jep forcën trupit. Dhe në këtë kohë të agjërimit që janë bashkuar gjitha besimet fetare, ka një kundërshtim të madh midis trupit dhe shpirtit, ku shpirti do të më agjëru, trupi jo se do të më hangër, por kjo është zotësia e një njeriu të fortë
që me shpirt fort e mposht trupin i thotë jo, nuk do të ham, por do të agjerojmë, bëjmë pak këndesë. Kam dalë nga fshati Trush edhe pse nuk jam fizikisht me mendje me zemër ju betohem dhe ju premtoj para Zotit dhe me shpirt jam gjithmonë këtu. Madje edhe nesër nëse unë ndroj jetë dëshiroj që eshtrat e mi nuk pushojnë në malet e Tiranës, por vetëm këtu ka kam parti mi. E pa diskutueshme. Dhe bazat për ju nxënës që jeni këtu të pranishëm, duhet të them t'u jap një mendim timin, gjatë cilin e transmetoj edhe tek studentat në fakultetet, me qenë se jam pedagog në fakultet. Vlerat dhe etika nuk keni për t'i marrë në shkollë të mesme as në shkollë të lartë. Baza kryesore mbetet familja si fillim dhe ku aty kaloni pjesën më të madhe, por përsosmëria atyre është shkolla, dhe konkretisht kjo shkollë që sot është 9 vjeçare. Ku shkolla ka plot Shqipëria dhe bota, por sinqerisht me shpirt, për mua nuk ka shkollë më të mirë se këtë shkollë të Trushit. Këto vlera dhe etika që juve i merrni, është shoqëria, që keni një shoqëri të mirë që fshati Trush ka kënë gjithmonë si një familje vetme. Edhe kur më vinë në spital, me besoni që i shoh Trushant apo Shkodrant, më duket se më ka ardhur dikush nga shtëpia ime dhe mundom të jem shumë afër tyre. Përsosni këto vlera dhe etika sa më shumë. Në vitin 2016 kam marrë titullin doktor shkencash, por nuk e mora nga veta ime, por fal këtyre bazave që kena marrë nga kjo shkollë, pa diskutim dhe familja. E mora në vitin 2024, me 29 maj, kam marrë titullin profesor, titullin akademik, profesor i asociuar. Mendoj që është një titull që ja kam dediku me gjithë shpirt bazave kësaj shkolle, mësuesve të kësaj shkolle, mësuese lirisë që më ka dhënë dijet e para, sepse ne jemi prindër i nisim fëmijët tanë në shkollë, futi librat në çantë. Por kur vjen fëmia fillon e lexon, fillon edhe shkruan, po prit, mos e moron, jo s'ja marron. Këta janë mësuesit, herojt të cilët bajnë këtë gjatë mrekullueshme. Prandaj ka një vlerë të pazëvendësueshme. Unë sot jam pjesë e stafit pedagogjik në Albania University, në Universitetin Aldent, në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike në shtet. Në besoni ndoshta më shumë se 1000 është numri i studentëve që vlerësoj në vit. Por mundohem përveç anës pedagogjike të flas edhe për vlerën, për familjen, që është pjesë shumë e rëndësishme dhe koha që ne po jetojmë sot është një kohë e cila nuk duhet t'i dorëzohemi kohës, por të mbajmë vlerat e familjes sepse familja është e shenjtë. Është e krijuar prej Zotit i cili është krijuesi i gjithësisë, mashkull dhe femër, burr dhe grua. Uroj 80 vjetorin e kësaj shkolle të mrekullueshme dhe uroj nga zemra dhe me gjithë shpirt sa të ketë frymë toksore dhe njerëzore mbi tokë, aq jetoftë edhe kjo shkollë dhe gjithë shkollat e tjera. Paçi bekimin e Zotit pres pas vrezi. Zoti ju ndriçoft mendjet të nderuar mësues që jeni të pazëvendësueshëm vërtet gjatë gjithë jetës. Faleminderit nga zemra. Tani mos mendoni se emocionet kanë ardhur poshtë, emocionet kanë ardhur në startet më të larta. Kemi një surprizë. Një duartrokitje të fortë. Ndihem e privilegjume që jam në këtë ditë, në këtë 80 vjetor të shkollës, mesin tuaj. Unë jam mbi këtu, por me zemër e me shpirt do të jetoj gjithmonë në Trush. Edhe pse jam e martuar dhe jam pak më larg se sa këtu. Ju uroj sukseset më tejshme, gjithë stafit, mësues, nxënës dhe vetëm marsi. Shumë faleminderit. Një duartrokitje të fortë. Gjashtë vjeçe, dhe të ka qunë shkollë të mesme, falenderoj që erdha dhe i kujtoj. Kja ishte një surprizë e madhe për mu. Ju falenderoj të gjithëve. Në emër të shkollës, shprehim falenderimin dhe mirënjohjen tonë të sinqertë
për kontributin e bizneseve, të cilët me mbështetjen e tyre bën të mundur realizimin e këtij eventi. Faleminderit për besimin, solidaritetin dhe mbështetjen që na dhat. Bashkëpunimet të tilla na bëjnë më të fortë dhe më të bashkuar. Shumë faleminderit. Duke ardhur fundit, ju falenderojmë përzemërsisht për praninë, emocionet dhe respektin që na i dhat kësaj dite. Në vazhdim të rrugtimit të kujtimeve tona, ju ftoj të bëjmë një foto të gjithë së bashku dhe më pas të mbjellim një pemull liri, e cila simbolizon bashkimin ton, e dëshirën për dije dhe besimin tek e ardhmja. Shumë faleminderit, gëzuar të vjetorin shkolla jonë.